Përshëndetje dhe faleminderit që jeni këtu në kanalin Horoskopi Nesër. Këtu është horoskopi i diel 16 nëntor 2025. Dashi. Mos i nënvlerësoni takimet e reja, megjithatë keni kujdes nga njëri nga e kaluara, veçanërisht nëse është një ish. Kujdes me stresin sepse këto ditë ju duken vërtet shumë gjëra për të bërë, jepni kohë në kohë. Demi. Një telefonat mund të ndryshojë programet e ditës. Më së miri do të ishte të shmangni konfliktet. Në dashuri keni nevojë për durim, jeni pak të shpërqendruar dhe partneri juaj e vëren këtë. Binjaket. Ju ka përceni tensionin, jeni më të gëzuar. Përplasjet me të afërmit. Gaforja. Më mirë bëj gjërat që kanë rëndësi, mos u izolo shumë nga realiteti. Është një moment zgjedhjesh të rëndësishme në lidhje me shtëpinë dhe familjen. Luani. Kjo ditë rezulton të jetë shumë interesante, në fakt nëse duhet të flisni për dashurinë mos e shtyni një sqarim, por bëjeni menjëherë. Interesat e reja kulturore është një periudhë zgjimi i madh. Dita e preferuar. Birgjeresha. Nëse ka një njeri që ju mërzit sot, mund ta diskutoni, një ditë që fillon me një marsh më pak, mund të ndiheni më intolerant. Peshorja. Të gjitha ata që duan të udhëtojnë, takohen, lëvizin diçka në jetën e tyre, nuk duhet të rrinë kot, mundësit po vinë pikërisht tani. Akrepi. Nëse jeni duke kërkuar qetësi, mund ta gjeni këto ditë. Ju jeni shumë sensual dhe rikuperoni një energji të shkëlqyeshme, duke fituar intuita. Shigjetari. Disa tension shumë, por nuk është faji juaj, disa dinamika familjare duhet të korrigjohen. Ju duhet ta përjetoni dashurinë me një maj gëzimi shtesë. Britsjapi. Nuk është një ditë e lehtë. Nuk ka një formë të shkëlqyer fizike sot. Ujori. Të dashuruarit e pasigurt dhe njerëzit që kanë pasur probleme në dashuri do i keni idetë më të qarta sot. Thjesht koha e duhur për të ecur përpara, çfarëdo që të doni të bëni, energjitë tuaja po dyfishohen gjatë kësaj dite. Peshqit. Zgjidhni angazhimet. Rreziku i humbjes së një rahjeje ose nervozimi për një gjë të vogël sot mund të shmanget fal një analize të kujdesshme të situatave, dashuria po. Regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Kalofshi një mbrëmje të mirë.